Dashur miq të rubrikës tonë Tulipani, mirëmëngjes e mirë se gjaj. Thash flasim për popullin tonë shqiptar, për drejtat tona, për liritë tona. Dhe t'i bëjmë një pyetje, pse na sukurin ndjen të Amerikës në ndoqëm prej Turkit, prej Rusit, prej Bullgarit, prej tjetrit. Na s'kemi gjuhë me Turq, s'kemi gjuhë njëjtë, nuk jemi Turq, s'kemi gjuhë njëjtë me Bullgar, s'jemi Bullgar, s'kemi gjuhë njëjtë me Serb, s'jemi Serb, s'kemi gjuhë njëjtë me Grek, s'jemi Grek. Po, jemi venali, na nuk jem të ardhun. Na jem dem baba dem këtu, në vendin tonë, Shqipërinë tonë, në tokat shqiptare ku të që janë, edhe aty ku na ka shpërgulljon tokat shqiptare, Sindish, Sanxhake, në vendet tjera. Do me thonë, pse, kjo pyetje vjen kokë çdo mëngjes. Pse na të djem sikur i ndjen të Amerikës me na ndjekni, çfarë i bëm kuj? A mundet me më tregu kush në një vend ku populli shqiptar me mira vjet është në tokën e vet, e tjerët kanë ardhur për ta përzon edhe para shumë pak kohësh e kanë bërë shtet. Për çka? A ishte fauti jon, a ishte gabimi jon se ishim bujar. Kjo me vret shumë. Edhe kjo është një kritik për gjithë politikanë shqiptarë të gjitha trevave. Mos shikoni xhepat, mos shikoni interesat personale, po shikoni interesin e përgjithshëm kombëtar. Se do të vinë dita që do të jep një llogari të gjithë politikanë shqiptarë, si të vdekur si të gjallë. Do të jep një llogari për adheun tonë, për nënën tonë, për Shqipërinë tonë. Që mos ta lëm na shkelin kush mo. Po t'i thom të gjithë botës sepse Shqipëria është venali, jo i ardhur. Për shtetet, për politikën në vendet, në zonat shqiptare, përshëndes një frymë demokratike që po vjen, edhe do të vi dita që edhe korruptorët, hajdut, kriminelt, krimin organizuar do t'ikin. Sepse shqiptarët janë shembull për mirë në botë, në gjithë botë, jo shembull për keq. Prandaj nuk do t'i lëmë fundërinat që të na nxjerrin emrin e zi në për botë. Ju falenderoj.